Ambasadorja e vullnetit të mirë për Kosovën, IHRC Elvana Shala, organizoi diskutimin e nivelit të lartë diplomatik të shoqëruar me darkën e bamirësisë, urat e shpresës. E ngjarja ka në qendër diplomacinë për të drejtat e njeriut me fokus të veçantë te kategoritë e marginalizuara, gratë e dhunuara në familje, të mbjetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, të rinjt, personat me aftësi të kufizuara, komunitetet jeshumicë, LGBTI+ dhe refugjatët. Pjesë e panelit ishin 5 ekspertë ndërkombëtar nga 5 shtetet e Quintit, të cilët ndanë përvoja veçantë të vendeve të tyre në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si dhe mundësitë për bashkëpunim me organizatat tona. Në panelin kushtuar perspektivës së Kosovës morën pjesë po ashtu edhe përfaqësues të partive kryesore politike, të cilët diskutuan në rolin e diplomacisë publike dhe institucionale në avansimin e të drejtave të njeriut. Tani qëllimi kryesor ka qenë që të krijohet një platformë diplomatike ku do të flitet mbi diplomacinë dhe të drejtat e njeriut, se çka ka bërë diplomacia globale me tekste veçantë pas shtetet e Quintit që ju i dëgjuat gjatë panelit dhe çka duhet të bëjë Kosova nesër në shfrytëzimin e diplomacisë në respektimin e të drejtave të njeriut në tekste të veçantë kategorive të ndjeshme të shoqërisë. Ju e pa që ishte një diskutim i jashtëzakonshëm, një laramani do të thoja, diskutimesh nga të gjitha perspektivat më të rëndësishme të vendit dhe të gjitha rekomandimet që do të dalin nga ky diskutim do të drejtohen institucioneve të Kosovës, kryeministrit, ministrisë së jashtme, kuvendit të Kosovës me njëherë pas formimit të tyre natyrisht dhe do të kujdesem si që thash personalisht që këto rekomandime të shkojnë në vendin e duhur dhe të ketë sa më shumë persona që vinë nga kategoritë të ndjeshme pjesë të diplomacisë së Kosovës. Mbrëmja u mbyll me darkën e bamirësisë, ku e ekspozuan punimet të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës, si dhe krijime artistike të personave me nevoja të veçanta dhe komuniteteve jeshumicë. Të pranishmit patën mundësi të blejnë këto vepra për të mbështetur drejt për drejt këto kategori.